E vetë James Rubin, kam thonë që delegacioni ka qenë shumë i përqam. E dyta, kam thonë një studio televizive, për shembull, që ka qenë një përplasje shumë e ashpër në mes Hashim Thaqit dhe Bujar Bukushit. Një përplasje deri edhe fizike. Deri edhe fizike, në Rambuje. Në Rambuje, për shkak se Bujar Bukushi, zbashku me atë që e tha vetë James Rubin, zbashku me delegacionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke përjashtu rrugove një cilë në mënyrë absolute nuk ka lujt kurfar roli negativ, vetëm ka hesht, nuk besonin që ushtria çlirimtare e Kosovës do të fiton të luftën ose duhej ta fillon të luftën. Kjo që Bujar Bukushin nuk e respekton të as prezencën e tij në ato momente, me që pas ka marrë grupin e tij dhe ka tentuar të kundërvijë krahët luftës? Tash me u shpreh bukfalisht, fjolla e Bukushit ka qenë që ne s'kena pijame t'lina me vesh, e lemo armë mja këthyna pushken Sërbis. Këtë narracion e kanë posë dhe disa kolegë tu e të mitë që tash janë figura shumë të nalta që kanë shku në Drenic, edhe i kanë thonë komandant Sandokanit, e për këtë thërë një ditë në mision edhe Sabit Geci avdeshmon, edhe ka thonë, a munden ju me 13 pushk me erdzu Sërbin. Ka pos plot njerëz, këtë tash shqitet këfar kolegu ynë si Alamet Patrioti e këshilltari shumë ministrave, kryministrave, apo kupton, po e vërteta ka qenë kjo. Dhe James Rubin ka bon një dëshmi historike, dëshmia ati është histori, realisht. Në të cilën ka pas disa pika për cilat i kemi pyetur edhe tjertë me Jehonën, besoj që mund ta diskutojmë së bashku një prej këtyre pikave, pra ai ndër të tjera tha se nuk e kishte një autoritet të paprekshëm, Hashim Thaqi, brenda UÇK-s, dhe kishte edhe persona tjerë që jepnin urdhra. Pra po e lexoj pikën e parë, thot, Rubin tha se Thaqi nuk kishte autoritet të plot në UÇK gjatë luftës, nuk kishte dieni për kapacitetet ose për pushtet për të marrë vendime në formë të prerë dhe vetë. Dëgjoj, në një moment caktuar historik, ndoshta të ne shqiptarët Zoti ta dërgon Zoti ka dërgu një figurë politike, Ibrahim Rgoven, i cili e përgaditi terrenin Bashkinë Ndërkombëtare deri në vitin 1997. Pastaj stafetën e mori Hashim Thaqi dhe komandant e zonave e kanë pos të pamundur me kuptu se çka ndodh në Gjilan, e lemo se çka ndodh në Rambujati. Dhe është shumë e vërtet ajo që thot James Rubini. Jo vetëm Thaqi që s'ka pos kur farë ndikimit e komandant e zonave, por nuk është kur farë sekreti me thonë që vetë Thaqi ka pos urdhër arrest në zonën e Drenicës.